Tani ndalemi tek zhvillimet ndërkombëtare. Jemi në studio me gazetarin analistin e zhvillimeve politike ndërkombëtare dhe jo vetëm, Sebastian Zonja. Kënaqësi që t'jem studion tuaj. Faleminderit për ftesën. Vetëm një analistë atyre sidomos që priten të ndodhë, me njëherë mbas atij takimit ta quajmë të dështuar midis Zelenski dhe Trump, një tjetër i radhës midis përfaqësuesve të tyre që do të zhvillohet në Arabinë Saudite, por me pritshmëri shumë të mëdha, dhe pse duket sikur gati e pamundur që mund të dalin me një marrëveshje dhe me një firmë të hedhur atje mbi to. Ti si mendon, je optimist? Jo, nuk jam optimist. Kemi 2 samite të cilët nuk sollën rezultate në Londër dhe në Bruksel, dhe në krahun tjetër nuk shoh që do të sjellë rezultat edhe takimin në Riyadh mes ukrainasve dhe amerikanëve. Mendoj se arsyeja është e thjeshtë. Nuk ka ende qeveri në Gjermani. Në qoftë se gjermanët nuk mbledhin frerët në Evropë për të treguar dhe që çfarë qëndrimi do të mbajë Bashkimi Evropian, besoj se ata janë duke ndikuar që sa i përket që të mos ketë një rezultat konkret për çështjen e mbylljes luftës apo një marrëveshje e paqeje. E kemi shpjeguar edhe një herë, duket kemi qenë së bashku në këtë studio. Gjithçka ka të bëjë me arkitekturën e re të sigurisë. Evropianët duan që të ulen në tavolinë. Peshën më të rëndësishme në Evropë kanë gjermanët. Edhe pse Macron po pretendon nga ana tjetër që po mbash Evropën. Po, dakord, ai ka një lloj mburoje bërthamore, le të themi, por nuk është kaq e thjeshtë sepse nuk ka fuqinë e amerikanëve në Evropë. Ja kanë qenë amerikanët ato që e mbanin Evropën të bashkuar, edhe që kur ndodhte diçka shkonin në Washington dhe e merrnin telefon. Ke bisedën mes Merkelit dhe Sarkozys në vitin 2012, kur në mos gabohem është çasti kur Washingtoni përgjon Merkelin. Dhe Sarkozy në asaj që mund të shohësh nëpër mediat ndryshme fillon që kjo është e patolerueshme. Amerika duhet t'jap llogari, ka përgjuar kancelaren gjermane, Evropa ka autonominë e saj. Dhe Merkeli me atë qetësinë e saj që i thot, marrëdhëniet transatlantike janë diçka më shumë se kancelaria gjermane. Por aktualisht që flasim, një qeveri stabil në Gjermani do të ndikojë edhe në Ballkan, por do të ndikojë edhe në marrëdhëniet transatlantike. Dhe siç e tham edhe më herët, nëse në fillim do të ndërtonim një arkitekturë sigurie në Evropë pa Rusin, tashmë edhe nëse nuk do duan amerikanët të ftojnë evropianët, do të jenë rusët që do t'i ftojnë, sepse po flasim për arkitekturën e sigurisë në Evropë. Dhe nuk është kaq e kollajt që të ndërtosh një arkitekturë sigurie pa evropianët. Në këtë aspekt do të ketë një lloj avancimi nëse do të shohim tërheqje nga ndonjë front, apo ndonjë pushim i vogël diku, apo diçka e vogël për t'u lënë për një muaj tjetër në sa i përket bisedimeve të Riyadhit mes SBA-ve dhe Ukrainës. Por ka këtë fuqi kancelari i ri Sebastian Merz për të mbledhur frerët e Evropës, le ta themi, edhe për të vendosur për fatet e kësaj lufte. Gjermania është pak e rrezikshme, siç thotë dhe Huntington, Kissingeri. Kur bëhet shumë e fortë, Evropa ka probleme. Kur është shumë e dobët, po ashtu ka probleme, sepse nuk arrin të koordinohet. Ka një fuqi politike Franca, por fuqia ekonomike dhe politike e Gjermanisë është e barazvlefshme në mos më e madhe. Në këtë aspekt, le të shohim mënyrën se si ai do të tentojë që të ndërtojë e para marrëdhënie transatlantike, që është shumë e rëndësishme, dhe e dyta një lloj autonomie apo një lloj strategjie evropiane përballë Rusisë. Janë të gjithë të friksuar përballë Rusisë aktualisht që flasim. Kishim një fjalim të Putinit duket te një televizion kroat përpara pak ditësh, i cili thoshte nuk keni pse të keni frikë. Po i kujtoi dhe Napoleonin Macronit, ndërkohë që thoshte se do të forconte. Po, të dy kujtuan Napoleonin. Njëri e kujtoi që unë e dogja të gjithë Moskën dhe Napoleoni nuk e fitoi betejën, sepse Kutuzovi, generali kundërshtar, e dogji të gjithë Moskën dhe Napoleoni nuk e fitoi betejën. Por në krahun tjetër, Macroni i tha mos harrotha se Napoleoni përfundoi në Shën Helen, përfundoi në internim. Pra e përfundoi gjithë jetën në internim. Pra të dyja palët përdorën Napoleonin, një figurë shumë e madhe e shekullit të 18, dhe në këtë kuptim po ta shohësh me kujdes, të dy morën një histori nga e cila deshin të përfitonin të dyja palët. Të njëra që Rusia del fitimtare dhe tjetra që Napoleoni përfundon në Shën Helen. Por ajo që na ka bërë përshtypje është sidomos edhe për sa takon dhe shpenzimeve ushtarake. Jo vetëm Trump, por edhe Elon Musk kohët e fundit është shprehur duke thënë që pse duhet shpenzojë kaq shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të rritur mbrojtjen e Europës. Ç'pun kemi ne. Ndërkohë Trump ka kërkuar që edhe vendet europiane të rrisin këto shpenzime. Pra, si e shikon të ardhmen e kësaj organizate e cila duket që nuk është se
nuk është se është në ato momentet e saj më të mira ose më të sakt, po sfidohet jo vetëm nga Rusia, nga një anë, po duket se po sfidohet edhe nga vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Varet nga pozicioni që kërkojmë që ta shohim realitetin politik sot. Në qoftë se do të duam ta shohim me syrin e një Amerikani, Amerikanët kanë hyrë në atë që mund të quajmë faza e realiste e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në qoftë se do të duam ta shohim me syrin e një Evropiani, Evropianët janë në elektroshok pasi nuk kanë një arkitekturë të përbashkët sigurie, apo një strukturë sigurie të përbashkët. Qoftë e shohim me syrin e një kinezi apo të një rusi, ato po rrinë si spektator për të parë çfarë po ndodh midis këtyre dy aleatëve kaq të ngushtë. Janë pozita të mira për momentin. Jo dhe aq të mira, Kina është në deflacion aktualisht, po shihet dhënat ekonomike që dhe këtë javë mblidhet edhe byroja politike për të ardhmen e ekonomisë. Mos harrojmë deflacioni është problematik, është minus 0.6. Është problematik sepse Japonia ka pasur probleme shumë dha me deflacionin dhe me zore ka marrë veten. Inflacioni në Rusi është në kuotat e 9.8%, që është shumë i lartë. Një ekonomi me 9.8% inflacion në kryet 5 vjetëve kapitullon, thuajse. Kështu që nuk është se janë dhe aq mirë, është çështje tjetër se si mundohen që ta paraqesin situatën. Por për të kthyer sa i përket Evropës dhe armatimit, po shkon drejt armatimit, do të shkoj drejt armatimit. NATO, James Stavridis është ish komandanti NATO-s, i rëndësishëm, kishte një opinion, mos gabohem, tek Wall Street-i ose në një media tjetër të rëndësishme, te Bloomberg. Thoshte një gjë, bëhuni gati për mundësinë edhe të një NATO-je pa Amerikën. Po çdo të thotë një NATO pa Amerikën, mund të ketë një kryesim evropian, mund të ruaj strukturën Evropa. Sepse është e domosdoshme që të ruhet një lloj strukture e NATO-s si arkitekturë sigurie për ta pasur. A do të derdhë sërish Amerika të njëjtët para? Unë nuk e besoj, sepse duhet shohim një gjë, nga mënyra se si po e orienton politikën, dikur shqetësimi ishte Bashkimi Sovjetik dhe të gjitha bazat u ndërtuan në Evropë. Sot shqetësimi, amerikanët thonë që kemi Kinën. A do të ndërtojnë të njëjtën arkitekturë sigurie në Azi, me Koren, me Filipinet, me aleatët e tjerë? Këtë nuk di të them se kur, po që do të ndodhë një ditë do të ndodhë. E ka thënë dhe në 2016 Trumpi. E tha Macroni, NATO është në koma, që tha një gjë të ngjashme. Ne duhet të kuptojmë, kur amerikanët po e thoshin, evropianët pse nuk e dëgjonin? Pse flinin mbi dafina ende për një institut. Sinjalet i thua janë dhënë. Sinjalet ishin dhënë dhe kishte kohë. Në këtë aspekt, ti duhet të bësh riarmatim. Pse duhet të bësh riarmatim? Jo se Rusia do vi të pushtojë të gjithë Evropën, por gjysma e vendeve evropiane kanë eksperjenca të hidhura me Rusinë. Duke pasur eksperjenca të hidhura me Rusinë, ti e di që Polonia nuk do ta doj kurrë si aleat dhe nuk do ta fusësh dot kurrë në BE. Nuk është e njëjta gjë siç bëhet diskutime për Turqinë për shembull, apo për Britaninë e Madhe që hyn dhe vjen, ikën dhe vjen. Në këtë aspekt është fuqi shumë e madhe. Dhe kur vjen Rusia që kanë probleme. Më të kërcënuarit. Ukraina është gjithashtu që do thotë dëgjoj çfarë jeni duke bërë sepse unë luftova për të ditë, po flasim për mbas 5 apo 10 vjetësh. Kjo është arsyeja pse Evropa me të madhe kërkon që Rusia të qëndrojë aty ku është, madje të mos marrë as ato territori që ka pushtuar aktualisht në Ukrainë. Pra nuk do një marrëveshje të tillë siç e duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk janë ende gati, sepse duhet të kuptojmë një gjë. Sa është mundësia që të rikthehen ato territor? Është pak e vogël, themi drejtë. Është shumë e vogël. Por duhet të kuptojmë edhe një gjë, edhe armët që këto i kanë çuar Ukrainës janë armë të vjetra. Këto kanë zbrazur vetëm magazinat. Tani ato që po luftojnë për adheun e tyre atje, po luftojnë me armë vjetra, për shembull, qindra tanke të cilët amerikanët do t'i shkrinin do t'i çonin për skrap. Grekët do të çonin Kalashnikov apo armë të tjera që do t'i çonin prapë për skrap. Dhe i shkruajnë gjermanët fillim fare një herë lanë nam, sepse thanë do ju sillim helmeta dhe batanie, që ishte deklarata e Scholzit, që ishte për të lënë nam. Tani i thonë që dëgjoj ju jeni duke luftuar atje në emër të Evropës, dhe po luftojnë në emër të Evropës, themi drejtën. Dhe këto prap nuk i çojnë armë. Të gjitha mbeten ende në letër. Por i kanë ato armë? Tani pyetja është në pikturën madhe, sa e fuqishme mund të jetë Evropa vetëm pa Amerikën? Sa shumë mund fuqizohet vetëm? Do të doj kohë që të ndërtoj një ushtri të mirë, po të marrim numrat. Ka qenë një ide Macron kjo në mos gaboj, për të ndërtuar ushtrinë e NATO-s, që NATO të ketë ushtrinë e saj dhe natërisht europiane. Po, por e para fare një herë
këtu janë 2-3 gjelat, cilët kush do të jetë ai që do të flasë. Londra ka zbritur poshtë, po ta shohësh me kujdes, sepse samiti i Londrës dhe fakti që Londra vjen në Bruksel tregon një afërsi, sepse kanë të njëjtin shqetësim. Po të shohësh ekonomia është diku tek 24-25 trilion dollar, që është shumë, me të drejtën. Rusia ka 1.4, 1.5, ka GDP-n e Spanjës apo të Italisë. Në qoftë se këta mblidhen bashkë, raq metali që ka Gjermania, ke Mistralin francez, ke 2-3 kompanit mira, ke kompanit britanike që janë kompanit mira armësh, por ka një gjë, domethënë që duhet parë. Plani Draghi, Mario Draghi, ish kryeministri i Italisë dhe kreu i Bankës Qendrore, ka një plan shumë interesant. Duhet të ketë një autoritet të mbikëqyrjes financiare evropian, që do të thotë ky autoritet i mbikëqyrjes financiare siguron që qytetarët evropian të investojnë lirisht si në Itali si në Gjermani. Pra një italian që kërkon të investojë në Gjermani dhe një gjerman që kërkoj të investojë në Itali. Pse është e rëndësishme kjo? Për të shkuar te kjo ushtria e përbashkët, kjo duhet bërë se s'bën. Do ndërtohet një bursë e përbashkët. Ti ke bursë në Milano, ke bursë në Zyri, apo ke bursë në Frankfurt, apo ke bursë diku tjetër. Çështja është që një bursë e përbashkët bëhet si modeli amerikan, shkon drejt një lloj federaliteti. Pra ka Dow Jonesin apo ka indekset e tjera, por ka 1 apo 2 bursa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në krahun tjetër, autoriteti mbikëqyrjes financiare tregon që kjo kompania certifikohet nga një autoritet qendror, jo e mban pak me hatër ky italiani, pak me hatër ky gjermani, sepse jo po e kam kompaninë time etj etj. Kursimet e evropianëve janë më të mëdha se amerikanëve dhe kjo është e mira e ekonomisë amerikane se amerikanët i shpenzojnë gjitha paratë që kanë. Ne nuk i shpenzojmë, jemi paksa kursimtar dhe kurnacë. Në europianët. Po, europianët janë shumë kurnacë në këtë aspekt. Evropianët kursejnë rreth 1.3 trilion mos më pak çdo vit. Amerikanët i ruajnë poshtë jastekut, nuk i investojnë. Amerikanët investojnë gjitha paratë që kanë. Nëse krijon një bursë, të gjitha kompanitë kur kotohen në bursë fillojnë dhe marrin para publike për të bërë shpenzime dhe për të bërë shpikje. Si sheti kompani Google-in që është në bursë apo Apple-in. Dhe ti shkon dhe blen aksione, ti fillon dhe kuoton atë, sepse fillon dhe financon. Rritet aksioni ti e blen e shet etj etj. Kjo ndodh më pak në Evropë. Pra ne nuk kemi një treg kapitalesh të unifikuar, ndodh shumë më pak. Ne i ruajmë më shumë para. Dekada po njëherë. Dekada. Për këtë ti Kjo je i mund të ishte një mënyrë pastaj për të investuar dhe në ushtri, Por do të Jo, lufta besoj se do të mbyllet, do të doj kohë që të mbyllet, por kjo është çështje e ndërtimit të një autonomie strategjike evropiane. Pra do krijohet fondi i përbashkët i mbrojtjes, do bashkohen kompanitë, shtetet për të hedhur para aty, shumicën e armëve do ja blenë amerikanëve prap. Megjithatë, meqense po flasim për qendrimin evropian, është një zë që është kundër tyre, që është Viktor Orban. Po. Dhe ai i hapur nuk është një çudi, ai i hapur e ka thënë që gjithmonë ka qenë pro Trumpit dhe duket sikur po e merrte në shkëmbim edhe të një trajtimi ekonomik apo një bashkëpunimi ekonomik midis Amerikës dhe Hungarisë. Sa mund të prishi punën, sa mund të shprehemi kështu, pra një zë i izoluar siç është Orban në qendrimin pra brenda Bashkimit Evropian. Për të prishur punë, prish shumë, sepse nga struktura, nga mënyra se si është ngritur Bashkimi Evropian, prish punë, themi drejtën. Po, prish shumë punë. Po të shohësh, për shembull, teksti i fundit nuk u firmos, sepse Orban doli kundër. Ka për vendimet që duhet unanimitet për të... Që duhet unanimitet. Duhet kuptojmë një gjë. Pse është kundër Orban? Ai ka interesat e veta strategjike, por duhet të kuptojmë një gjë, me që donin të bënim një lloj parashikimi për të ardhmen. Orban ka për të pasur shumë probleme, sepse po të shohësh me kujdes, këto politikanët tek ky areali unë ndjek me vëmendje, ka disa fjalime shumë interesante. Disa qasje i ka shumë interesante. Ajo që thoshte që duhet të dëgjojmë edhe pjesën tjetër se çfarë është duke thënë, edhe kjo është interesante sepse ky shërbeu si një lloj interlokutori. Por çfarë ndodh? Sot SBA-t po merren me Meksikën, me Kanadan dhe me Bashkimin Evropian, morën dhe me Gjermaninë sa i përket investimeve kineze. Ai ka sjellë shumë investime kineze në vendin e tij. Nuk do t'i ketë mirë punët me SBA-t.
po ta shohim në këtë lloj mesi. E dyta, nëse gjermanët marrin një pozicion konfrontues ndaj rusëve, nuk është kaq e thjeshtë që ti që je aty në krah, një vend i vogël me 7-8 milion banor, tani ti do të bësh gjelin përballë dy fuqive të nda siç është Gjermania dhe Franca. Kanë dashur të lënë sepse edhe këto kanë pasur problemet e tyre. Dhe po të shohësh me kujdes, problemet e demokracisë së brendshme që ka, manipulimi kodit zgjedhor, për shembull, është një nga aspektet e mëdha që ka kritika shumë të forta. Edhe kapja e shtetit, akuzat që i bëhen, të janë akuzat forte. Ajo që e ka mbajtur është vota popullore, e duan në Hungari. Kam qenë në Hungari dhe me të vërtet ka qytetarë të cilët e votojnë, ka qytetarë të cilët e duan, është personazh interesant dhe karizmatik, por, siç e thash dhe pak më herët, te kjo por, qasja e afërt me Kinën do të sjellë probleme me SBA-t. Qasja e afërt me Rusinë që tenton ai do të sjellë probleme me gjermanët. Dhe nuk ke se çfarë ti bësh dy fuqive kaq të mëdha. Është Vučić që e shohim ne në Ballkan, që tenton të mbaj 4 apo 5 kunguj në një sqetull. Pra jo mirë me evropianët, mirë me amerikanët, mirë me kinezët, mirë me gjermanët, mirë me rusët, me asnjë duket që sikur se ka keq etj. Në fund fare përfundon pa e pasur mirë me asnjërin. Se nuk e mban dot për një kohë gjatë. Nuk ke se çfarë ti ofrosh. Për shembull, po marrim rastin e historisë tonë. Ne kishim pak vajguri në Kozzogut, pak që doli vajguri pak naftë, e donin italianët, e donin britanikët. Dhe tani zogu luante një herë me italianët, një herë me britanikët, një herë me këtë, një herë me atë, një herë çonte mesazh amerikanëve etj. Përfundoi pa asnjërin. Duhet të dish që ta luash të lojën diplomatike, po duhet të kesh pasurinë minerare të Ukrainës, territorin e Ukrainës, rëndësinë strategjike dhe një vendi të madh, diplomaci të sofistikuar siç mund të ketë Franca që e ka shekullore apo Gjermania. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë të drejtosh të lloj timonin mes 4 apo 5 superfuqive. Ne mendojmë se e bëjmë, po është pak e vështirë. Në dy çështje. E para, Zelenski apeluan mirë këtë kartë, duke qenë se ai është i vetëdijshëm për pasuritë që ka shteti i tij. Dhe në krahun tjetër, betejë ekonomike, pra lufta e tarifave, ku na çon? Pra ku kërkon të përfundoj Donald Trump? Thjesht gëzoi popullin e tij që i tha Amerikën do ta bëjmë madhështore përsëri dhe ju do të jeni ata që do të përfitoni më shumë se të gjithë, po çfarë ndodh me pjesën tjetër pastaj, me këto shtete të cilave janë vënë tarifa që gati mund t'i çojnë edhe në recesion, paktën me çfarë po lexojmë në mediat ndërkombëtare. Për ta parë të marrëveshjen e mineraleve të rralla, duhet të shohim njëherë se sa është fuqia, sa vlen në bursë, sa transaksione ka. Nuk ka më shumë se 15 miliard transaksione vlera në bursë e mineraleve të rralla, që do të thotë është vlerë shumë e vogël. Dhe që mos gabojnë ndodhen në territorin e pushtuar nga Rusia, pjesa më e madhe e tyre? Një pjesë e madhe e tyre ndodhen atje, por duhet të kuptojmë një gjë, Ukraina nuk ka as 2-3% mineraleve në rang botror. Kina ka shumicën, Rusia ka shumicën, Brazili ka shumë, Vietnami ka shumë, pastaj vinë gjithë vendet e tjera të botës. Kjo është një lloj marrëveshjeje e cila më së shumti shërben për të kënaqur ose që Trumpi të kënaq publikun amerikan që ne po marrim mbrapsht diçka. Ti mund të shkosh dhe të bësh investime në Ukrainë sa i përket mineraleve të rralla që kërkon, por në krahun tjetër, kthimi mbrapsht i atyre parave që ti thua që kemi investuar 350 miliard, do të duhen 350 vjet. Domethënë se minjera duhet të hapen nga e para, investimi duhet bëhet nga e para, furnalat duhet ndizen nga e para, duhet të krijohen nga e para, investime shumë të mëdha etj që do të duhen dhjetra dhe dhjetra vjet. Aktualisht BlackRock po bën një ristrukturim borxhi të Ukrainës, është aty brenda, siç është në Panama që u fut. BlackRock është kompania më e madhe amerikane, ka asete në kuotat e 12 trilion dollarëve. Pra të gjithë amerikanët, pensionistët dhe punëtorët i kanë lekët tek BlackRock. Dhe është situash, ai është themeli i ekonomisë amerikane. Friedrich Merz ka qenë kreu i BlackRockut për Evropë, për Gjermaninë mos gabojmë se për Evropën. Në këtë aspekt, amerikanët janë brenda në Ukrainë sa i përket ristrukturimit borxhit e mineralit dhe këto gjërat e tjera. Kjo çështje hajde firmos marrëveshje apo mineralet e rralla etj. Për mua është më së shumti një show. Për mendimin tim, është më së shumti një show. A do ta marri këtë lloj marrëveshje? Do ta marri. Por tani edhe Zelenski bën pak atë aktorin
edhe Trumpi ka atë, për shembull, po të shohësh debatin, më bëri përshtypje një pikë. It's great for TV, tha Trumpi. Është e mirë tha për televizion. Është mësuar me televizion, ti ta shes këtë lloj gjëje. Do ta shes. Fiton pikë, di se si ta manipuloj situatën e tjerë. E ktheu të gjithën dobit vet. Kështu që në këtë aspekt edhe Zelenski mundohet që si thua të përfitoj diçka. Nuk e di se sa do të mundet që të përfitoj në këtë aspekt, por siç e thash më herët, janë evropianët mbrapa. Janë ato të cilët po e instruktojnë dhe po i thonë, dëgjoj, shty edhe pak, këtu jepi pak gaz, këtu mbaj pak frena, sepse na duhet kjo lloj gjë, sepse edhe ata duan të ulen në tavolinë. Sa i përket tarifave, duhet të kuptojmë një gjë. Kam dëgjuar shumë ekonomistë serioz, të cilët janë ose pro-republikan ose demokrat anti-republikan. E vetmja gjë që mund të bijem dakord është që në afat gjatë këto mund të kenë një lloj efekti, po në afat gjatë. Në afat gjatë mund të shtoj prodhimin vendas. Pra vetëm për të forcuar ekonominë amerikane? Po, për në afat shkurtër, ai amerikani do t'i paguaj parat. Për shembull, nëse unë rri në Meksik dhe ju të dy rrini në Amerikë, unë prodhoj televizora dhe ju vendosni tarifa ndaj televizorëve që unë prodhoj. Televizori bën $100 dhe ju vendosni tarifa 20% apo 25%. Prap, ju do e paguani tarifën, sepse $125 ju do e paguani. Po derisa të formohet kjo, po themi, industria e televizorave që ju doni të prodhoni, të duhen paktën 10 vjet. Prandaj po them në afat gjatë ajo të jep efekt, se po do të duhen 10 vjet që ta bësh ti këtë industrinë. Por nëse unë e kam më të thjeshtë, sepse krahun e punës e kam më të lirë, know-how-n e kam më të madh, sepse kam vite që punoj në këtë sektor. Kam edhe lehtësira të tjera se mund të kem lëndën e parë, tani kjo duhet parë. Kishte një argument që e jepnin dje te Wall Street dhe te Bloombergu, që thoshin Trumpi po kërkon në këtë lloj mënyre që të ndërtojë një industri shumë të fuqishme brenda vetes. Ka qenë një industri e bazuar mbi software-et, tani do të jetë një industri e bazuar mbi prodhimin. Tani kjo duhet parë, nuk e bën dot kaq thjesht. Qytetarët amerikanë ndoshta duhet të shpenzojnë më shumë për momentin, por në afat gjatë do të priren që të përdorin produktet vendase. Pra të forcojnë ekonominë e vetë shtetit të tyre, se në këtë mënyrë kështu i bie, apo jo? Nuk do të marrin më pak produkte nga Kanadaja, nga Meksika, nga ku diun vende të tjera ku ka vendosur që të vendos tarifa Donald Trump. Unë them këtë lloj gjëje, për çdo gjë që bën Trumpi është ajo shi Kinën, çfarë është duke ndodhur në Kinë. Po që se do të kuptosh se çfarë është duke bërë Donald Trumpi. Dhe çfarë do të bëjë edhe president të tjerë mbas atij. Domethënë shi Kinën. Këto nuk janë politika produktive. Nuk janë. Nuk janë politika produktive. Në afat gjatë, tani, ato ekonomistët atje janë burra dhe zonja të Zotë, që i din gjërat. Ato që unë dëgjoj thonë që nuk janë dhe aq produktive. Sebastian, më qemi në minutat e fundit, po nuk të lëm pa të marrë dhe këtë koment, duke qenë se ishte dhe lajmi i ditëve të fundit, i fundjavës, ajo që Zoti Kurti tha në lidhje me zgjedhjet në Kosovë. Pra për një ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Mendojnë që qëndron ky pretendim i Zotit Kurti dhe sa punë mund të ketë prishur, po themi kështu, Serbia nëse gjithmonë ka ndërhyrë në këto zgjedhje në Kosovë? Serbia ka ndërhyrë gjithmonë zgjedhjet e Kosovës. Mjafton të shkosh në Kosovë dhe t'i pyesësh dhe të gjithë do të thonë që Serbia gjithmonë ka ndërhyrë. Për shembull, kam qenë 2-3 palë zgjedhje që i kam ndjekur nga afër, qoftë për raportim, qoftë edhe kur kam shkuar për kënaqësinë time. Kam takuar një ser punonte në gomisteri dhe i kërkova intervistë. Tha jo, tha, e fliste shqipen, do thash se ishte shqiptar, se fliste shqipen shumë mirë. Jo, tha, nuk flas, tha, se me marrën te shtëpia më darkë, tha, edhe kush e di se çfarë bëjnë. Unë nuk e kuptoja se çfarë ishte duke thënë. Grupet kriminale që ishin aty nuk e lejonin që ky të fliste publikisht mendimin që kishte lirshëm etj etj. Pra ky duhej që edhe po dilte në televizor duhet të fillonte të shante, të bënte të mbante qendrime etj etj. Kemi qenë në Leposaviq, mos gabohem. Një rast që e di këtë lloj rasti dhe e di nga burime në terren, kur bëhen zgjedhjet, shumica e kryepleqjve të zonave me shumicë serbe, ose atyre personave të rëndësishëm, pra po i quaj kryepleq, por edhe persona të rëndësishëm në zonë, i marrin dhe i çonin në Beograd.
I fusnin në një pallat atje, apo i fusnin në një tip restoranti të madh, i mbanin një ditë apo dy dhe pastaj i lironin dhe i sillnin prapë në Kosovë. Që të mos kishin mundësi që të ndikonin tek vota që do donin të jepnin këta serbët që jetonin aty. Ka dhe raste tjera, po sjell vetëm 2 raste për publikun që po na ndëgjon në këto momente. Pra Serbia ka ndërhyrë gjithmonë te këto zgjedhje. Ka nxjerrë gjithmonë ato personazhe që do. Zoti Kurti vete ka thënë që lista serbe është listë që dirigjohet nga Beogradi. Tani pyetja është, kur Zoti Kurti ka kaq vite që na e thot, pse na e rithot këtë dhe na e sjell si një lajm të ri. Kur akuzoi më herët dhe LDK-n që ka manipuluar votat në Prishtinë, ka mbushur formularët, tha Zoti Kurti. Më vjen keq për të thënë që ata po bëhen pak si puna jonë. Po shkojnë në këtë po shkojnë pak të kjo trajektoria jonë. Nuk e di nëse Zoti Kurti ka një lloj frike për të marrë qeverinë, apo nuk e di nëse Zoti Kurti po gjen një lloj justifikimi për të mos u bërë kryeministër dhe do t'ia lejë të gjithë peshën opozitës. Ne dim një gjë nga ajo që kam lexuar. Kur vran Ceaușescu në 89-ën, këto tonë do të merruan këtu. Dhe një nga arsyet pse e lan pushtetin edhe pa gjak, edhe pa diçka tjetër, nuk donin të kishin Ceaușescu. Kur pa Kurti se çfarë i bën Zelenskit, ka thënë më mirë të gjej ndonjë zgjidhje tjetër sepse mbedhe për të parë, është interesante. Të shohim. Të shohim. Sebastian, shumë faleminderit juve për ftesën. Faleminderit Faleminderit për ftesën. Mirë, shkëputemi për pak, dhe më pas fillojmë lidhjet tona të drejtë për drejtë. Do të shkojmë tek Angela më njëherë.